Edi Rama, kryeministri që harroi kombin e tij. Kur historia të kthej kokën pas për të parë peizazhin politik të Shqipërisë në fillim të shekullit 21, ajo do të shohë një njeri që e dominoi atë për më shumë se një dekadë, Edi Rama. 4 mandate, 12 vite, pa fund premtime, dhe një komb më i ndarë, më i zhgënjur dhe më i lodhur moralisht se kurrë. Edi Rama, dikur i lavdëruar si kryeministri artist, reformatori kozmopolit që do ta shndërronte Shqipërinë në një model evropian të qeverisjes, është shndëruar në një nga figurat më kontradiktore dhe përçarëse në historinë moderne të Ballkanit. Trashëgimia e tij, larg ëndrrës progresiste që jushit shqiptarëve, është një pasqyrë e errët e korrupsionit, manipulimit dhe braktisjes, jo vetëm të popullit të vet, por edhe të kauzës më të madhe shqiptare që shtrihet përtej kufive artificial të vizatuar nga historia. Një udhëheqës pa kauzë. Rama erdhi në pushtet me premtime për modernizim, integrim evropian dhe drejtësi. Ajo që morën shqiptarët në këmbim ishte një qeveri që përqendroi pushtetin, heshti kundërshtarët dhe e ktheu shtetin në një instrument personal kontrolli. Në drejtimin e tij, Shqipëria vazhdon të renditet ndër vendet më të korruptuara të Europës. Tenderat publik janë kthyer në lojra për oligarkët pranë partisë në pushtet, ndërsa zërat opozitar ose marginalizohen, ose blihen, ose shantazhohen. Por tradhtia që dhem më shumë nuk është vetëm e brendshme, është kombëtare. Në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi dhe Luginën e Preshevës jetojnë miliona shqiptarë që dikur e shikonin Tiranën si qendrën e shpresës dhe solidaritetit. Ajo që morën nga Rama ishte indiferencë, ose më keq, një tradhti aktive e mbuluar me retorikë diplomatike. Kur Kosova kishte nevojë për mbështetje politike dhe diplomatike në momentet më të brishta, Rama zgjodhi të pozonte për foto me Aleksandar Vučićin dhe të promovonte projekte si Ballkani i hapur, që shumë kush e sheh si një përpjekje për ta rikthyer ndikimin serb në rajon nën maskën e bashkëpunimit ekonomik. Për shqiptarët e Kosovës, kjo ishte një thik pas shpine, një kujtesë se uniteti kombëtar nuk ka vend në ambicjet gjeopolitike të Ramës. Hija e korrupsionit. Asnjë kryeministër në historinë demokratike të Shqipërisë nuk ka pasur kaq shumë ministra, deputet dhe bashkëpunëtor të afërt në nënhetim ose të akuzuar për korrupsion. Nga aferat e ndërtimit të koncesionet miliardëshe në shëndetësi e energji, lista është e pafund. Mbrojtja e Ramës ka qenë gjithmonë e njëjta, le të flas drejtësia. Por drejtësia në Shqipëri, edhe pas të ashtu quajturës reformë në drejtësi që ai vetë promovoi, është bërë selektive, e ashpër për të dobëtit, e verbër për të pushtetshmit. Struktura e posaçme kundër korrupsionit, SPAK, megjithse lavdërohet ndërkombëtarisht, ende nuk e ka provuar se është plotësisht e pavarur nga ndikimi politik. Ndërkohë që qytetarët e thjesht përballen me rritjen e kostos së jetesës dhe papunësinë, qeveria shpenzon miliona euro në projekte rindërtimi urban që përfundojnë gjithmonë në duart e disa kompanive të përzgjedhura. Tirana është kthyer në një monument të pabarazisë, kulla luksoze dhe varfëri që bashkëjetojnë në të njëjtën rrugë. Retorika e Ramës për ta bërë Shqipërinë të bukur fshen një të vërtetë të shëmtuar. Transformimi urban pa transformim shoqëror është vetëm fasadë. Pas xhamave të kullave qëndron një komb që mbytet. Kosova dhe heshtja e tradhtisë. Ndoshta kapitulli më i pafalshëm i trashëgimisë së Ramës do të jetë qëndrimi i tij ndaj Kosovës. Ndërsa kryeministri Albin Kurti lufton në arenën ndërkombëtare për të mbrojtur sovranitetin e Kosovës, Rama e ka minuar vazhdimisht, publikisht dhe politikisht. Aleanca e tij me Vučićin përmes Ballkanit të hapur e ka larguar jo vetëm Prishtinën, por edhe shumë shqiptarë që e shohin këtë projekt si një përpjekje për të larë imazhin e Serbisë, ndërsa Kosova vazhdon të përballet me agresion diplomatik e kërcënime të hapura. Në vend që të ndërtonte një front të bashkuar të solidaritetit shqiptar, Rama ka luajtur rolin e ndërmjetësit, por për interesat e kujt? Sigurisht jo për ato të vëllezërve e motrave të tij përtej kufirit. Në momentet kur Kosova kishte nevojë për mbështetje morale e diplomatike, Rama ofroi heshtje, ose më keq, kritika. Ai u bë i pari udhëheqës shqiptar në dekada që vuri në dyshim qëllimet e Prishtinës, ndërsa përqafonte narrativën serbe të bashkëpunimit rajonal. Për shqiptarët në gjithë Ballkanin, kjo nuk ishte thjesht zhgënjim politik. Ishte dështim moral. Ishte vdekja e një ëndre, që një ditë Tirana do të ishte zëri unifikues i kombit shqiptar. Një qeveri frike dhe propagande. Kontrolli i Edi Ramës mbi median është një aspekt tjetër alarmant i qeverisjes së tij. Gazetaria e pavarur është mbytur në presion, kërcënim dhe kontroll ekonomik.
Televizionet kryesore janë në pronësi të biznesmenëve me lidhje të drejtpërdrejta me qeverinë, ndërsa gazetarët kritik përballen me sulme, fushata linçimi dhe kërcënime. Jashtëquajturi ligj kundër shpifjes i propozuar nga qeveria e Ramës ishte një përpjekje e hapur për të censuruar median online. Edhe pse më vonë u modifikua pas presionit të Bashkimit Evropian, mesazhi ishte i qartë: liria e shprehjes tolerohet vetëm kur lavdëron qeverinë. Rrjetet sociale, dikur platforma të kritikës, janë kthyer në fusha beteje të propagandës shtetërore. Parat publike derdhen në fushata të rreme online që glorifikojnë projektet e Ramës, ndërsa kritikët etiketohen si tradhtar ose agent kaosi. Kryeministri ka përsosur artin e spektaklit duke pikturuar mure, duke pozuar para kamerave dhe duke folur me metafora poetike, ndërkohë që vendi i tij gjakoset nga korrupsioni, ikja masive dhe dëshpërimi. Shkatërimi i identitetit kombëtar. Ajo që e bën edhe më shqetësues drejtimin e Ramës është përpjekja e tij për të riformuluar identitetin shqiptar përmes syzeve të globalizmit dhe postnacionalizmit. Fjalimet e tij shpesh e minimizojnë luftën historike të popullit shqiptar, duke tallur vlerat patriotike si nostalgji provinciale. Por identiteti nuk është nostalgji, është shtylla kurrizore e një kombi. Dhe nën Ramën, kjo shtyllë po thyet. Të rinjt po ikin me dhjetëra mijëra çdo vit, duke kërkuar dinjitet jashtë vendit. Fshatra të tëra janë boshatisur, shkollat mbyllen, spitalet mbeten pa mjek. Ikja e trurit është kthyer në emergjencë kombëtare dhe megjithatë Rama e quan shenjë mobiliteti. Nuk ka tradhti më të madhe se sa ta quash vdekjen e shpresës për parim. Historia do ta mbajë mend. Edi Rama nuk do të mbahet mend për atë që ndërtoi, por për atë që la të kalbet. Do të mbahet mend si kryeministri që qëndroi shumë gjatë, foli shumë dhe bëri pak për popullin e tij. Si njeriu që pretendoi se donte Europën, por harroi kombin e vet. Si udhëheqësi që pikturoi muret e vendit, ndërsa qytetarët pikturonin pasaportat për të ikur. Si zëri që foli fort jashtë vendit, por heshti kur Kosova, zemra që rre e kombit shqiptar, ishte nën sulm. Në fund, çdo udhëheqës gjykohet jo nga fjalët e tij, por nga trashëgimia që lë pas. Dhe trashëgimia e Ramës është ajo e korrupsionit, përçarjes dhe tradhtisë. Populli shqiptar nuk do ta harrojë. Historia nuk do ta falë.